Mirëmbrëma të gjithëve. Siç e kemi premtuar, sot do të jemi live së bashku me Gerta Veliun, e cila gjithmonë ka qenë e pranishme dhe pro çdo iniciative që merret lidhur me sa i takon mënyrës se si duhet të ushqehemi dhe kryesisht se si duhet të ushqehen fëmijët. Së bashku me Gertën, pasi menduam dhe diskutuam cilën temë do të trajtonim, vendosëm të ishte tema e lidhur me sheqerin, sepse është një ndër temat të cilat prekin jo vetëm të rriturit, por edhe fëmijët. Madje është shumë herë më e rëndësishme që ne të shohim statusin e ushqyerjes së fëmijëve në moshë të hershme, në mënyrë që të parandalojmë shumë probleme shëndetësore që lidhen me konsumin e sheqernave të ndryshëm në kohë të ndryshme. Gjithmonë kur jemi të rritur, i referohemi sëmundjeve që lidhen me konsumin e gabuar të sheqernave, sepse edhe këtu ka abuzime në mënyrën se si referohemi apo se si ne në fakt e japim informacionin. Sot do të sqarojmë disa gjëra, edhe pse gjithmonë e kemi bërë së bashku me Gertën, duke kuptuar se çfarë është sheqeri që duhet të largojmë dhe cili është sheqeri që duhet konsumojmë, cila është mosha e dur që një fëmijë të konsumojë ushqim dhe gjithashtu cila është mosha e duhur që një fëmijë të vetë menaxhojë situatën me sheqerin. Pra, a është e rëndësishme edukimi nga ana e prindërve për të njohur fëmijën me sheqerin, kur është koha e duhur që ne të prezantojmë fëmijët me sheqerin, por nga ana tjetër sa kohë mund të rinë duke kontrolluar se çfarë po hajnë një fëmijë apo çfarë po konsumon një fëmijë. Për këtë do të jemi bashkë sot me Gertën, në cilën e pres të vendoset live. Ndërkohë, ne kemi marrë disa këto ditë do të thotë Gerta ka postuar një Ask and Questions për t'ju dhënë mundësinë juve të bëni disa pyetje. Ne kemi mbledhur këto pyetje dhe patjetër që do t'u japim përgjigje sot. Ndërkohë, të gjithë ju që na ndiqni, mund edhe të na bashkoheni me diskutime apo pyetje në mënyrë që të merrni sa më shumë informacion lidhur me këtë situatë. Ju më kote kemi vendosur dhe temën sheqeri, sa është shumë dhe si mund ta menaxhojmë, sepse ne themi mos konsumo sheqer, por çfarë do të thotë mos konsumo dhe nëse e lejojmë deri ku është ky kufi për tu konsumuar. Gerta, të lutem, lidhemi që të vendosemi direkt në funksion të audiencës. Ndërkohë, përpara se Gerta të futet, po bëj një sqarim të vogël lidhur me sheqerna, diskutimi i madh rreth tyre. Kur ne i referohemi sheqernave, sigurisht ka sheqerna që ne i tolerojmë dhe i lejojmë dhe përkundrazi i rekomandojmë, sikundër ka nga ato të cilët në mënyrë kategorike i refuzojmë. Dhe kur flasim për sheqerna të shëndetshëm, i referohemi gjithmonë sheqernave. Gerta, a e more ftesën? Kështu është kur ke kopa hyrë në live si puna ime, harron komandat e Instagramit live. Jo, s'kam bërë gjë. Mirë, presim që Gerta edhe një herë të bëj kërkesën. Ndërkohë po flisja dhe po thoja që sigurisht ne themi sheqernat nuk duhen konsumuar, por gjithmonë i referohemi sheqernave të cilët i kemi konsideruar sheqerna artificiale apo sheqeri i tavolinës, ai i bardi. Megjithatë, shumë prej jush janë edhe konfuz. E di Gerta që je, por nuk di pse unë nuk po të bëj dot accept. Nuk e di çfarë ka ndodhur. Go live. Nuk e di. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Më shpejt do kisha ardhur në Norvegji se sa u lidhëm online. Mirëmbrëma, si je? Mirë, ti? Mirë, shumë mirë, faleminderit. Si po gjërat? Shumë mirë. Kjo ka rëndësi. Me këto virozat, se në fakt deri më sot jemi mburrur që na kapin virozat, që jemi rezistent etj, por ndodhi që në flagrancë na kapën. Andaj të bëhet. Shkuar kush besoj se e ke qenë ti, apo?
Po, e kalova pak, domethënë pavarësisht se nuk ishte në formën e saj më të egër, por prap mund të them që edhe mua më dhe gripi. Patjetër. Jo, ne faleminderit Zotit domethënë, kemi qenë mirë, do thosha që ne jemi të fortë, imunitetin vazhdojmë ta kemi Po. të fortë dhe fatmirësisht kemi qenë mirë dhe vazhdojmë të jemi Po, mirë. kur është një virozë shumë Po, e kam shumë e rëndë, me thënë drejtën, edhe çdo që dëgjon të gjithë janë në këtë formë, madje po krahasohet me Covidin, edhe nuk di çfarë varianti do jetë ky kaq i egër. Po megjithatë, si kundërreth e kemi imunitetin e fortë, kështu që i dalim ballë çdo lloj viroze të mundshme që na del. Mirë, unë fakt që ti kalojmë këto viroza të më lehtë është pikërisht të kontribuojmë në rritjen e imunitetit tek të rritur sigurisht, por edhe tek fëmijët, ata që ndoshta i kapin më shpesh ose patjetër janë në kategoria më vulnerabël ndaj gjithë gjës. Kjo edhe për hir të faktit që nuk din të kujdesen për veten, por ndonjëherë edhe mënyra se si e kanë krijuar deri diku stilin e tyre të jetesës ndikon në mënyrën se si përgjigjen ndaj një virusi të caktuar. Përpara se të lidheshim, unë e njoha pak audiencën, pak ata që ishin të loguar deri në atë moment, lidhur me atë çfarë ne do të flasim sot. Dhe sigurisht që sa vjen edhe më shumë rritet numri i shikuesve, po e përsërisim, do të flasim sot për sheqerin tek fëmijët. Sigurisht ju e keni parë edhe të lançuar në Instagram në live, por edhe tek Gerta. Kjo do të jetë një seri live-esh që unë kam ndërmarr, por nuk mund ta kisha nisur me dikë tjetër përveç se me Gertën për shumë arsye. Pavarësisht se ne të dyja jemi larg në distancë kilometrash, është nga ato marrëdhënie të cilat jo vetëm që distanca nuk i largon, por përkundrazi i afron edhe më shumë, sepse qëndruar në kultura të ndryshme, pavarësisht që vërtet ka një distancë shumë të madhe në mënyrën se si operohet atje me këtu, ne kemi dëshirën për të bashkëpunuar së bashku dhe për të marrë më të mirën e secilit vend dhe për ta kthyer në një eksperiencë dhe për ta sjellë në një eksperiencë edhe këtu në Shqipëri. Përveç të tjerave, kemi bërë me Gertën mjaftueshëm seminar apo live dhe herë të tjera, ndërkohë edhe aktivitete, sikundrisht edhe promovimi i librit të Gertës, ku sollën vërtet një frym tjetër të mënyrës së konceptuarit të ushqyerjes tek fëmijët. Dhe nuk ndalemi me kaq, të bashku me Gertën kemi edhe Zanafilis, i cili është një qendër tashmë, informacioni mbi nutricionin. Sigurisht, unë kam lançuar pak më herët se Gerta, se kam afër Zanafilisin në Shqipëri. Kurse Gerta është duke punuar për të sjellë po ashtu projekte shumë të rëndësishme lidhur me këtë gjë. Është një qendër e cila është konceptuar të jetë në kuadër të nutricionit, jo vetëm për ne të dyja, por i ka të hapura dyert për çdo individ i cili e shef nutricionin si një profesion dhe jo si një mundësi për të fituar para apo audiencë. Sepse duhet bërë pak kjo diferenca, kemi parë mjaftueshëm individë të cilët e kanë kthyer nutricionin në një mënyrë për t'u shpalosur vetë, për të krijuar audiencë, por pak din nga i gjitha. Kështu që thjesht nutricionist apo dietolog kërkon një lloj investimi që nuk ka lidhje me një faqe të bukur në Instagram, se po tjetë për faqja jo ime as shihet pak edhe sy. Shumë të bukur e ke dhe punon fort, dhe kjo është me ja. Unë të falenderoj për gjithë prezantimin dhe jam vërtet shumë e gëzuar gjithmonë të kemi bashkëpunime së bashku dhe pse jo ti startojmë gjërat së bashku ku më mirë. Jam edhe shumë e gëzuar që në fakt sot ne do të trajtojmë këtë temë, e cila në fakt zgjon vërtet shumë interes edhe kuriozitet, por dhe nevojë dhe për njohuri dhe për informim, sepse ndoshta i marrim disa gjëra që janë të rëndësishme t'i dim, le të themi dëmet që mund të shkaktojnë në shëndet dhe ku më mirë sa më herë tek fëmijët, domethënë të niset kjo punë, dhe për të edukuar dhe për kuptuar se si ne t'i ruajmë, të gjejmë alternativa të më të shëndetshme dhe le të kontribuojmë në rritje të shëndetshme për një organizëm të mirë të fëmijëve tanë edhe në vitet në vazhdim që vijnë. Kështu që kjo tema e sheqerit, domethënë, ndoshta duket si shumë e thjesht, por është vërtet shumë e komplikuar dhe aq më tepër në shoqërinë tonë, ku ne e përdorim orar pa orar, e sa pa staf, domethënë në çfarë do lloj moshe, ndoshta qëndron pak më mbrojtur ajo viti i parë i jetës, po pas vitit të parë ne harrojmë realisht se sa, domethënë të kujdesshëm do të vazhdojmë të jemi, por që nuk e bëjmë. Patjetër është trusnia e ambientit, patjetër është edhe mënyra dhe pjesë e kulturës tonë, se si dhe ne jemi edukuar për këtë gjë, por ja, pse jo,
të japin pjesë në këtë dhe të kontribuojmë në këtë mirë ndërtim të kulturës në lidhje me këtë aspekt. Në fakt, unë doja që të tregonim që çfarë është pjesa e sheqerit, ose pse është kaq e rëndësishme që kjo temë të jetë ta zhvillojmë dhe të futemi dhe pak më në thellësi, jo thjesht është i dëmshëm edhe ne të gjithë këtë e kemi dëgjuar, por pse është i dëmshëm? Ne dimë që sasia e sheqerit në gjak, niveli i glukozës, domethënë që qarkullon në gjakun tonë, është pikërisht ai sheqer që ne marrim dhe fusim në organizmin tonë. Dhe ky nivel ndikohet po e vazhdoj unë, në momentin që një individ, s'ka problem, në momentin që një individ konsumon sheqer, sigurisht unë nisa ta përcaktoj pak në kuptojmë me sheqer të mirë dhe të keq, gjithsesi, qoftë karbohidratet komplekse, qoftë ato të thjeshta, janë elementë ushqyes të cilët rrisin dhe ndikojnë në mënyrën se si pankrasi funksionon dhe se si ai prodhon insulinën. Kështu që është shumë e rëndësishme, s'ka problem se ta kapa idenë edhe po e vazhdoj. Është shumë e rëndësishme që ne të zgjedhim llojin e sheqernave. Pra nuk jemi këtu për të thënë në mënyrë kategorike askush nuk duhet të konsumojë sheqer, sepse që në momentin që themi këtë, dalim jashtë asaj që quhet profesionale dhe ju japim një rrugë e cila nuk është e shëndetshme. Kur ne nuk kuptojmë mos konsumosh sheqer, i referohemi gjithmonë sheqerit të bardhë të tavolinës, ëmbëlsuesit natyral dhe të tjera emrave, të tjera lloje emrash të cilat ndodhen në paketime dhe ne do t'i prekim pak më vonë. Sikundër na lejohet dhe është shumë e tolerueshme dhe rekomandueshme që të konsumohen karbohidrate të cilat konsiderohen komplekse, si kundër nga dritrat, një pjesë nga bishtaja, nga perimet zhardhëkore, nga perimet dhe frutat në tërësi. Sot kam pas një paciente dhe më thoshte nuk kam posot nuk ha fruta, se bëra atë rutinën ditore, i thash po fruta, tha jo, tha se kanë sheqer, i thash kanë sheqer. Kur jemi duke thënë për 500 gram fruta, të cilat janë të detyrueshme të kemi pjesë të regjimit tonë ushqimor, aq më tepër nëse flasim për dietë të balancuar. Pra, informacione këtu, informacione atje e kanë shtremëruar idenë e të dhënit një këshill të vërtetë. Po flasim për sheqerna të cilat dëmtojnë organizmin, të cilat rrisin pikun glicemik, të cilat shkaktrojnë trurin e një fëmije në rastin që ne jemi duke folur. Dhe në fakt ajo çfarë ndodh, nuk është problemi a konsumuam një çokoladë tani, por nëse kjo përfshihet në rutinën tonë ditore, të marrë sheqerin në mënyrë të shtuar edhe nga ushqimet të cilat nuk reklamojnë sheqer, pra jo domosdoshmërisht një ëmbëlsirë ka sheqer dhe një ushqim tjetër jo. Sepse edhe tek salçiçet ne gjejmë sheqer të shtuar. Pra, sheqeri mund të ndodhet kudo. Ideja është çfarë bëjmë ne për të zbultuar alternativat më të shëndetshme. Dhe pse duhet bërë kjo? Së pari, një fëmijë nuk është ende i përgatitur, pra sistemi i tij të rretës nuk është i përgatitur që të përballojë këtë lloj sasie të sheqernave të shtuar dhe të sheqerit të bardhë. Patjetër që duke konsumuar sheqerna, sepse atë që tha dhe Gerta, ne jetojmë në një shoqëri ku trysnohemi dhe nga prania e gjyshërve, kunetërve, kunatave, të tjera me radhë, jepi këtë se kështu kemi ngrënë kur kemi qenë të vegjël etj. Dhe të gjitha këto çfarë bëjnë ti si nënë e re, fillon dhe bën atë që kanë bërë të tjerët me ty. Por të tjerët nuk e dinin ende që insulina do të përcaktonte luhatjet e veta, duke shkaktuar probleme në mënyrën se si trupi metabolizon. Nga ana tjetër, vetë trupi i fëmijës nuk është ende i përshtatur me këtë gjë. Mikrobiota intestinale, pra zorra e fëmijës ende duke krijuar diversitetin e saj alfa dhe beta, shkatërrohet nga prania e sheqerit, i cili në fakt nuk e favorizon rritjen e mikrobiomës intestinale, por përkundrazi e dëmton atë. Por çfarë do të thotë që të dëmtojmë këtë të fundit? Kemi shkatëruar atë që konsiderohet shëndeti i mirë, sepse nga mikrobioma intestinale varet imuniteti i fëmijës, varet zhvillimi i tij, varet mënyra se si percepton, sjellja dhe aftësia e tij kognitive pra për të mësuar. Kështu që nuk është ideja e të bërit luftë me brezin tjetër, por të ndërgjegjësuarit të nënave të reja, që të kenë respekt për fjalën e atyre që kanë në shtëpi, por të kuptojnë se ky sheqeri që ne kemi ngrënë ashtu nëpërmjet llokumeve, ku diun çfarë nuk na jepni për të na ngopur, sigurisht që na ka bërë dëm. Dhe përveç kësaj, duke qenë që fëmia ende nuk i ka seleksionuar shijet mirë në moshën fillestare, pra në moshën e parë të jetës, çfarë bën? Duke i dhënë më shumë të ëmbla, ti i rrit preferencat në mënyrë le të themi automatike për sheqerin dhe ai gjatë kohës do doj ta zgjedhë atë. Veç kësaj në një moshë të caktuar krijohet ajo që quhet bliss point, që do të thotë industritë e përdorin shpesh bliss pointin si një pikë kyçe për të tërhequr, pra për të futur në rrjetën e vet apo për të rënë në karem pikërisht individët edhe konsumatorët. Deri tek ne të rritur. Pra bën një kombinim ndërmjet yndyrnave dhe sheqerit dhe kripës në mënyrë që gjithçka të duket më e shijshme, më e bukur, më tërheqëse dhe ne të bijmë te kjo pika e verbër që quhet bliss point
dhe të gënjehemi nga këto produkte. Kështu që unë Gerta po fillova nuk mbaroj, që po të lë ty tani. Po vazhdoj iden që shpjegoja që domethënë sheqeri në gjak ne e dim që është sasia e sheqerit që ndodhet dhe që qarkullon në organizmin tonë të rritur, të fëmijë, po i përfshim të gjithë për ta kuptuar si koncept si fillim dhe ky nivel ndikohet nga sa shpesh ham, si ham dhe çfarë ham. Kjo është shumë e rëndësishme. Kur ne ham, domethënë që marrim ushqim, ne e dim që ushqimi është karburanti jon i rëndësishëm, niveli i sheqerit në gjak, domethënë menjëherë pëson një rritje. Pra menjëherë ne marrim atë energjinë e nevojshme që trupit i duhet për të kryer të gjitha aktivitetet e tij. Dhe menjëherë, sidomos kur jemi pa ngrënë në një kohë shumë të gjatë, domethënë menjëherë niveli i glukozës ose sheqerit në gjak menjëherë pëson këtë rritje. Tani cili është qëllimi kryesor që neve duhet të kemi parasysh në organizmin e një fëmije, por edhe po i përfshi të gjithë të rritur dhe fëmijë, është pikërisht që ne ta mbajmë këtë nivel sa më të qëndrueshëm. Pra, nëse unë do doja shumë të skematizoja, domethënë që nëse kemi një nivel konstant, le të themi të sheqerit, atëherë ne do të fusim në organizmin ton disa vakte ushqimi. Në rastin e fëmijëve, po flasim një vjeç e sipër, nuk po marrim më të vegjëlit, sepse mund ta diskutojmë në një formë tjetër, po flasim. Ne kemi një pyetje nga nëna, kështu që do ta diskutojmë këtë pjesë. Vakte të konsiderueshme gjatë ditës, të shpërndara në mënyrë të një ritmi me një regjim të caktuar dhe le të themi kemi arritur në balancimin e vakteve të ushqimit. Pra nëse ne do të bëjmë 5 vakte në ditë, duke përfshirë këtu edhe ato që ne i quajmë mesvakte, që për mua në rastin e fëmijëve nuk duhet të quhen mesvakte, por ato duhet të quhen vakti i parë, i dytë, i tretë, i katërt dhe i pestë. Pse kjo? Sepse rëndësia se sa sasi ha një fëmijë në një vakt nuk duhet të kufizohet pikërisht nga është mëngjes apo është mesvakt, sepse mund të ketë një mëngjes jo shumë të bollshëm ose të plot dhe mund të bëjë një mesvakt më të plotë se sa mëngjesi për shembull. Pra vaktet balancojnë edhe njëri tjetrin përveç edhe vetë vaktin në tërësi. Kështu që nëse ne do të marrim ushqim në vakte konstante dhe të rregullta me një regjim të rregullt, ku diferenca në fakt nga vakti në vakt tek fëmijët është 2.5 orë ose 3 orë, siç na kanë mësuar atë ritmin se ndoshta vjen pak më natyrshëm për qumshtin. Çdo fëmijë duhet të ushqehet domethënë me qumësh çdo 3 orë, le të them, 2 orë kur është bebe, por çdo 3 orë më pas në muajt në vazhdim. Kështu që çdo 3 orë, 2 orë gjysmë deri 3 orë, domethënë diferencë, le të themi neve duhet të marrim ushqim në mënyrë që të ruajmë një nivel të sheqerit në gjak në mënyrë të balancuar. Okej? Pra të shpërndar në mënyrë konstante të balancuar sipas kësaj sinusoide. Tani, çfarë ndodh në momentin kur fëmijët, dhe këtu kemi sheqerin e marr nga vaktet e ushqimit. Yrida e përmendi shumë mirë që çdo lloj produkti ka në përmbajtjen e vet glukozën, pra sheqerin. Nuk ka rëndësi se është perime, nuk ka rëndësi se është karbohidrat apo protein, çdo lloj ushqimi ka glukozën, sasinë e sheqerit ose që rrit ose ndikon në rritjen e sheqerit në gjak. Tani, nëse një fëmijë do të marri një çokoladë e cila është një bombë, le të themi, e pasur me sheqer apo një ëmbëlsirë, nuk ka rëndësi, atëherë dhe nuk ka vakte të rregullta ose ha kur t'i teket ose nuk ka absolutisht një regjim. Atëherë, ajo që bën sheqeri në këtë rast është që rrit në mënyrë të menjëhershme në një pik që arrihet kulmi, kur le të themi fëmia ndjen atë kënaqësinë, sepse sigurisht kjo është pjesë edhe tek pjesa e varësisë së sheqerit në gjak, që duke qenë se krijon këtë varësi, fëmijët e duan të menjëhershme dhe marrin këtë energji në mënyrë të menjëhershme. Rritet ajo deri në një pik dhe menjëherë, duke qenë se nuk është një ushqim i cili të ngopi, themi ne, ose të mban, ndryshe në atë gjuhën popullore, dhe menjëherë ndihem, sepse funksionon midis trurit në fakt edhe organizmit, në momentin që truri percepton që e mori kënaqësinë e vet, por nuk ka, është 0 në kalori. Domethënë nuk ka marrë kaloritë e nevojshme që i duhen qelizave të trupit për të funksionuar, për të kryer funksione vitale të ndryshme,
Kështu që janë boshe, 0, le të themi. Dhe konsumohet në mënyrë të menjëhershme dhe bie menjëherë. Dhe ne shikojmë që këta fëmijë menjëherë janë të lodhur, menjëherë ndjen si të këputur, edhe pse para pak minutash apo para pak kohe e konsumuan atë çokoladën, atë brioshin apo le të themi një ëmbëlsirë. Dhe kjo mund të kërkojë në mënyrë të menjëhershme të duan ta ngrën përsëri këtë nivel. Pra, me pak fjalë, ajo që unë dua të shpjegoja me këtë është pikërisht që ne nuk arrim dot në këtë ritmin normal, le të themi, të balancimit të vaktit nga vakti, po dhe të vetë vakteve në përmbajtjen e tyre, që të jenë në mënyrë sa më të njëjta në marrjen e këtij sheqerit në gjakk. Por duke vajtur lart, duke parë të zvinget, lart dhe poshtë me kulme të mëdha, ne na bëhet shumë e vështirë që të mund të rrisim jo vetëm fëmijë të shëndetshëm, por të mund t'u japim aty ato kaloritë e nevojshme që pastaj ndikojnë jo te pesha, jo te mungesa e oreksit dhe shumë faktorë të tjerë që do t'i prekim në vazhdim. Atëherë, gjatë kohës që po flisje, Gerta, kush ka komente, le t'i vendosi tani në live, mos t'i dërgoj në mesazh se mund të ndodhi që nuk t'i bëre. Megjithatë dy kapa kështu vjedhurazi dhe ishte pastaj le t'i zëvendësojmë me proteina, pyetja e parë dhe tjetra, pse thua që çokolata nuk ka kalori, ne kemi parë në paketim që ekziston. Tani ajo çfarë donte Gerta të thoshte sepse përdori termat më të thjeshtë, këtu nuk I kemi të gjithë mjek, gjithë farmacistë, gjithë dietolog. Ishte e vërtetë. Po, duhet të kuptojmë diçka që ne gjithmonë flasim për 3 makronutrientët kryesor, të cilët kur trupi I shpërbashkon, I copëzon, formon energji. Dhe këto janë karbohidrati, pra sheqernat, se njerëzit tonë e mirë, nuk po am sheqerna, po am karbohidrate. Fjala karbohidrat, glucid dhe sheqerna është e njëjta fjalë. Pra, këto janë 3 fjalë sinonime që identifikojnë sheqernat. Por ne pastaj ndajmë sheqerna të dëmshëm, që janë të thjeshtë, dhe sheqerna kompleks, që janë ato që ne themi dhe I thamë për mos I përsëritur. Trupi së pari metabolizon, pra kur ne konsumojmë një vakt në ushqim, trupi do metabolizoj të parin sheqerin, pra do përdori të parin sheqerin, pastaj do përdori proteinën, pastaj do përdori yndyrnan. Por duhet të kuptojmë një gjë, që pavarësisht që zgjedh trupi të parin për të shpërbashkuar, të 3 këto nutrient ne na japin energji. Dhe nëse me të treja ne abuzojmë në sasi, edhe pse ushqyerja ose le të themi cilësia e tyre është e shëndetshme, në momentin që ne e teprojmë me sasitë dhe me raportet që na takojnë në një vakt, ne patjetër që rrisim shanset për shëndet, për peshë dhe për gjithë të tjerat. Dhe ajo çfarë duhet kuptojmë tjetër është që pavarësisht se çfarë shpërbashkohet në trup, qoftë karbohidrat, qoftë protein, qoftë yndyr, në fund të treja bëhen glukozë. Kështu që nuk ka po heq sheqerin dhe po ha proteinën apo po heq proteinën po ha yndyrat, në fund të fundit e gjitha bëhen sheqer. Si? Ndoshta është koncepti që mendojnë sheqeri në vetvete, sheqeri I tavolinës dhe sheqeri që përkthehet ose kthehet sheqer në organizëm. Sheqeri I tavolinës kështu ka mbajtur emri, po sheqeri në të vërtetë është T6, T12 o 6. Pra është molekula e glukozës. Në varësi se sa bashkë bëhen këto molekulat e glukozës, ne I ndajmë në 1 sakarit, pra 1 molekull sheqer, 2 molekull sheqer. Ato që kanë 1 dhe 2 ne I konsiderojmë të dëmshme, sepse janë të thjeshta dhe bëjnë ato që tha Gerta, e rrisin pikun glicemik në mënyrë të menjëhershme dhe pastaj fillojnë ta zbresin atë, sepse aty jo se nuk ka kalori, por sepse nuk ka mikronutrientë të cilët na ofrojnë neve energji kalori boshe. Prandaj konsiderojnë kalori boshe, sepse kanë energji, kanë kalori, por nuk kanë mikronutrientë të cilët të ruajnë këtë nivel të energjisë. Pra, jo sepse çokolata s'kishte kalori, ka kalori patjetër, por ne I ndajmë ushqimet në densitet kalorik dhe densitet nutritiv. Çfarë do të thotë kjo? Marrim një kup brokoli, po zëkot brokolin tash. Një kup brokoli, ta zëm 100 gram, ka 30 kalori. Një çokoladë, edhe pse 50 gram, mund të ketë edhe 100 ca kalori. Dhe ti thua, po dale tash, unë më mi pa çokoladë se më zëm shumë vend, por në brokoli ne kemi vërtet pak kalori, por kemi magnez, kemi zink, kemi mikronutrientë të tjerë që janë katalizatorë të proceseve energjike në trup. Dhe ti kur ha brokoli ndoshta nuk e ndjen ngopjen menjëherë, ama orari I ngopjes është më I gjatë se sa ti ta hash një çokoladë. Sepse kjo çokolata bën atë, mbani mend shekzaret e tortave kur ishim të vegjël, ato me magnez, bë gjitha zhurmë dhe kaq mbaron, nuk ka më aty. Dhe prandaj ndodh që bie energjia
sepse nuk ka më aty mikroelementë të cilët ta burojnë energjinë. Këtë donte Gerta të thoshte dhe këto konsiderohen me densitet nutritiv. Pra, për 100 gram kemi pak kalori po shumë nutrient, ndërkohë për 100 gram kemi shumë kalori po pak nutrient. Besoj isha e qartë. Edhe diçka tjetër te ky piku i madh i kulmit që arrihet kur fëmijët marrin pikërisht këto ushqimet e dëmshme me kalori zero boshe, fëmijët reflektojnë ose tregojnë një lloj sjellje hiperaktive dhe ne këtë e shikojmë shumë që menjëherë fëmijët marrin një eufori të madhe, një hiperaktivitet i cili ndikon në sjelljet e tyre, në mënyrën e përqendrimit të tyre, në mënyrën se si ata ndërveprojnë. Kështu që këto janë pasoja të cilat ne i jetojmë dhe menjëherë ndihen të lodhur. Dhe ne nuk e kuptojmë që ky fëmijë ndjen menjëherë përsëri i uritur sepse kërkon të marrë menjëherë përsëri sheqer të menjëhershëm. Kështu që pasoja që ne shohim tek sjellja, tek organizmi i tyre, tek mënyra se si ndërtojnë zakone të shëndetshme ose jo, është ajo pjesa që neve na ndikon dhe na krijon pastaj stresin e shtuar të ne prindrit, mënyrën që ne nuk dimë se si ta menaxhojmë një situatë të tillë, sepse kjo krijon varësi. Dhe nëse bëhet zakon tek fëmijët, për ne është një sfidë më vete për ta zgjidhur dhe për ta zhbërë atë zakon. Është shumë e lehtë ta fitojnë atë zakon, por shumë e vështirë pastaj për ta korrigjuar dhe për ta ndryshuar dhe futur zakonet e shëndetshme. Ka qenë një pyetje në lidhje me etiketat, më duket, sepse ka dhe shumë. Jo, i lash pyetjet për në fund, mos doje të shtoje diçka në fakt. Edhe sa i takon kësaj të hiperaktivitetit, sepse edhe kjo ishte pyetje. Pra, se nëna edhe trëmbën, sepse mendojnë që çdo sjellje pak e shkaktë të fëmijëve mund të kalojnë në hiperaktivitet. Hiperaktiviteti nuk e përcaktoj ne si dietolog, e përcakton dikush tjetër fushë. Kështu që së pari keni parasysh ku merrni informacionet dhe këshillat sepse është bërë një, nuk di çfarë emri t'i vë për mos përdorur në një term të pa etik, lidhur me mënyrën se si japim këshilla. Pra nuk mund të kalojmë në tagre që nuk na takojnë. Unë s'mund të jem psikologu, logopedi, pediatri etj, dhe ai s'mund të jetë dietologu etj. Si mund të shohim njerëz që bëjnë gjithë ditën motivim dhe flasin pastaj për terma shkencorë të neurologjisë që nuk e njohin fare. Pra, duhet të ndajmë pak shapin nga sheqeri si fillim. Sa i takon ADHD-s, nëse fëmia e ka tendencë për ADHD, sigurisht që prania e konsumit të produkteve me sheqer të shtuar rrit shanset për sjellje të përshtaten ADHD-s. Sepse ne tham që unë e thash pak më përpara që në momenti që ne konsumojmë sheqer të thjesht, i japim mundësi këtij fëmie që të dëmtojë mikrobiotën intestinale, e cila nuk ka nevojë për sheqer, por ka nevojë për fibra që ne i marrim nga ushqime me karbohidrate komplekse apo nga frutat perimet që i heqim si gjoja ka sheqer. Kështu që duhet patur parasysh që të mos krijohet frika e menjëhershme e pakuftimt. Por të kuptojmë që ky sheqeri nëse na dëmton mikrobiotën intestinale, sigurisht nuk ka mundësi zora të prodhojë hormonet pozitive që ne kemi konsideruar si endorfina, serotonina, ashtu pastaj dopamina etj. Me radhë që prodhohen në tru. Por këto që prodhohen në zor janë shumë të varura nga fakti nëse ne kemi prani të sheqerit të pashëndetshëm apo jo. Kështu që e gjitha kjo pastaj është se si prindi kërkon ta menaxhojë situatën dhe se sa e pranon atë situatë, por gjithsesi ushqyera përsëri mbetet një ndër elementët që është shumë i rëndësishëm për të konsideruar. Se ta kompyetjet Gerta ishte si ta kuptojmë që ushqimet kanë sheqer të shtuar kur në etiket nuk shkruhet fjala sheqer, dhe është pak atë që përmendëm që në produkte jo gjithmonë e shohin fjalën sheqer, por ëmbëlsues apo tjetër gjë. Po, domethënë janë ata që ndryshe njihen si ëmbëlsuesit artificial, të cilët nuk janë të shkruar sheqer, suker apo sugar, siç mund t'i njohim në termat më të thjeshtë të formave të sheqerit, por janë të shkruara me iniciale të ndryshme të cilat kanë përmbajtje dhe ajo që ishte më interesante ishte që sasia e këtyre ëmbëlsuesve artificial shkon gati edhe 100 fish më shumë se sa dëmi, le të themi, i një sasie të konsiderueshme të sheqerit të tavolinës që ne përdorim. Kështu që ndonjëherë është shumë herë më e dëmshme në rastin kur këta ëmbëlsues artificial janë të shtuar, për shembull kur thuhet kola zero pa sheqer.
Dhe një pra më e bukur. Ne kuptojmë mos prezencën e sheqerit, po ndërkohë është e sigurt që në ato ka aditiv të ëmbëlsuesve, domethënë artificial, apo të alkoolit të sheqerit që njihet. Besoj se ti e kupton më mirë këtë pjesën në lidhje me forma se si ndërtohet alkooli i sheqerit. Dhe ajo që është problemi më i madh tek këta që quhen ëmbëlsues është janë shumë herë më të dëmshëm në organizëm, sidomos tek fëmijët. Sepse, për shembull, edhe tek është ndryshe quhet dhe si musht sheqeri që i hedhin për shembull pijeve tek fëmijët. Që thotë aty është zero sheqer, është bio, është nga domethënë një përqindje e caktuar e frutit, ndërkohë që ka këtë mushtin totalisht me aditiv ëmbëlsues të artificial, i cili është gati 200 fish, 1000 fish herë, shumë herë më i ëmbël dhe më i dëmshëm në organizëm tek fëmijët. Po pse duhet ne ta shmangim, se ka dhe një pikë shumë të rëndësishme. Në momentin që ne thamë që duam të ruajmë këtë ekuilibër, pra, në organizëm me vakte të balancuara, mundësisht të shpërndara në të gjitha vaktet, ne duhet që jo vetëm të kujdesemi për ruajtjen e kësaj balance, por njëkohësisht që fëmijët të mund të jo vetëm të e marrin konsumimin e sheqerit, por edhe për faktin se krijojnë përveç se varësinë, por edhe dëmtim edhe në higjienën orale të tyre, në aspektin dentar, në kariesin dentar. Dhe unë e kam hasur shumë shpesh këtë që fëmijët deri në 1 vjeç nuk u lahet goja, domethënë nuk është bërë pjesë e rutinës së tyre të shplahet goja ose të lahet goja për këta fëmijë. Kështu që le të themi pasojat që sjellin mënyra e të ofruarit të këtyre ushqimeve, të konsumimit të tyre, pa zakone të shëndetshme nga mbrapa, sigurisht që sjell dëmtime dhe probleme në organizmin e tyre, pa haruar pjesën që kur prishet ky ekuilibër, ne kalojmë në probleme të tjera shëndetësore, siç është rasti i mbipeshës, pjesa lloji diabeti tipit 2, dhe kemi probleme pastaj edhe në lidhje me zhvillimin e preferencave të tyre të varësisë, sepse ne dimë që kemi disa lloj shijesh, të cilat në vitet e para të fëmijëve ato duhet të kultivohen. Dhe nëse ne i japim përparësi vetëm shijes së ëmbël, e cila është e vendosur në sythet e marrjes së gjuhës, e cila është dhe në kontaktin e parë pothuajse me çdo gjë që ne provojmë, dhe ka fëmijë të cilët janë të varur që t'i prekin gjërat me gjuhë, domethënë një mënyrë e tyre e identifikimit dhe të marrin, atëherë ne çfarë jemi duke bërë? Duke e fuqizuar këtë preferencë tek fëmijët, dhe sigurisht që s'kemi fëmijë që hanë ndonjëherë sallata, që është një shije e hidhët ose hidhur, apo fëmijët të cilët preferojnë limonin e afët apo umamin, shijet më neutrale dhe me radhë. Dhe shikojmë pastaj që diferencohen në preferenca të caktuara dhe kryesisht hanojnë tek të ëmblat që ne i kategorizojmë. Kështu që duke i ditur këto arsye dhe duke i parë të gjitha në kompleks, ne duhet të bëjmë një analizë me veten tonë. Nëse ne mund ta ruajmë fëmijën sa më shumë dhe të gjejmë alternativat e shëndetshme. Po pra, të cilat në fakt cilat janë këto, se po këto vojnë në Po pra, cilat, për shembull, a i bëni pancake, sepse pancake më duket që është bërë goxha popullore së fundmi, sepse përmban edhe një dietë të balancuar, për shembull aty kemi vezën, kemi karbohidratin, mund të shtojmë kosin, mund të shtojmë qumshtin, po plazimon nëse duke përshtatet gjithmonë moshës, se duhet jemi kujdesshme për faktin që jemi nën 1 vjeç apo mbi 1 vjeç për pjesën e përdorimit të çdo përbërësi, se do ta prekim apo dhe mjaltin. Dhe në momentin që ne kemi balancuar këtë vakt, atëherë ne kemi mundësinë që në vend të sheqerit, i cili zakonisht i jep më tepër preferencë, le të themi këtyre kësaj recete, mund të shtojmë bananen, mund të shtojmë hurma të Arabisë. Sot është një gjetje geniale, domethënë për nga produktet që ne kemi sot në treg, apo mund të shtojmë janë fruta të tjera të thata, të cilat mund t'i në ujë dhe mund t'i kthejmë në një ëmbëlsues natyral, apo stevia, nëse në Shqipëri është shputur si po që njihet. Po.
Domethënë ka alternativa nga ose sheqeri i kokosit, që është totalisht bimor. Domethënë ka alternativa të shëndetshme, ne duhet të orientohemi drejt tyre dhe sigurisht mund të kenë një kosto më të madhe, por sa na vlen shëndeti i fëmijëve, sidomos vitet e para ku ata ndërtojnë ato rrënjët e tyre të thella për një shëndet më të mirë për gjithë jetën e tyre, ne duhet ta bëjmë këtë investim në këtë mënyrë. Pra ta konceptojmë në këtë lloj mënyrë për ndërtimin e shëndetit të tyre. Nuk e di nëse Okej, se gjithmonë është e diskutuar çështja e sa i takon kostos. Gjithmonë e dëgjoj këtë që thon po kushton. Po në fundit jemi duke folur për ushqime të cilat parandalojnë një sër smundjesh të cilat në fund do t'i paguash, qoftë mjekun, qoftë medikamentet, qoftë tëra. A na bën kjo ne paprekshëm nga sëmundjet? Sigurisht që jo, se këtë duhet ta qartësojmë se duket ndonjëherë sikur ne dietologët jemi kështu të paprekshëm, kemi një mburoj hekur që s'na prek asnjë gjë, por jo, thjesht ne reagojmë më lehtë ndaj problemeve shëndetësore si kundër unë nisa në fillim. I ka zënë gripi gjithë, shtrirë në për temperaturë në përgjë, jo, okay, unë në ditë, madje përkundra, zisha dhe në udhëtim gjatë kohës që kisha gripin. Çfarë do të thotë kjo? Që unë jam rritur nga një familje e cila nuk kishte këtë njohuri patjetër. Por me kalimin e kohës njeriu ka edhe luksin të kuptojë dhe të mësojë dhe e reflekton këtë te fëmia e vet. Sa i takon kostos? Nëse ti do të marrësh 1 kilogram sheqer normal nga ky bardhë që mund të kushtoj më pak dhe do marrësh eritritolin, xilitolin apo stevia që kushton pak më shumë. Normalisht duke përdorur produkte që mbajnë sasi të larta të fibrave dhe duke bërtur edhe nga këto sheqerna që të mbajnë gjatë të ngopur, ti nuk ke nevojë të konsumosh shumë. Ndërkohë, produktet e tjera që janë më të lira në kosto dhe ti mendon që xhepi jot është më afër këtyre produkteve, ti do konsumosh për shumë sasi. Sepse është normale që të duash të ngopesh, do përdorësh një sasi të caktuar të ushqimit. Kurse kur ti konsumon ushqime që përmbajnë fruta sepse ka fibra, sepse ka fruta brenda, apo frutat arrore që përsin japin acidet yndyrore, çfarë ndodh? Ti krijon një recetë e cila është më pak e kushtueshme se sa produkti tjetër që ti mendon se e bleve më lirë, dhe shumë herë më e shëndetshme. Kështu që kur bëjmë çështjet e peshës, të sasisë dhe të çmimit, gjithmonë kemi thënë që cilësia shkon me çmimin dhe aty bëhet edhe kursimi. Madje kam bërë në emisionet e balancës kur i kisha, bëra një temë e cila lidhej me sa kushton dieta. Dhe u vure me recetë dhe me çmime dhe me të gjitha, u vure që një person që mbante një dietë të shëndetshme i kushtonte më pak se sa një individ që konsumonte ushqim random, siç të gjithë kemi bërë apo bëjmë, nëse si jemi dietologë. Kështu që janë të bëra llogarit dhe prandaj kemi me gojën plot që kushton më pak të ha shëndetshëm. Është vërtet. Është më mirë të kesh apo të dish, domethënë. Po, tani ke thënë me një si edhe të kesh. Patjetër. Njëra nga pyetjet është edhe pse është i dëmshëm mjalti para moshës 12 muaj, që mund ta ndajmë si diskutim, dhe si të menaxhojmë fëmijët që duan vetëm ëmbëlsira. E vërtet. Atëherë, në lidhje me mjaltin për moshën nën 12 muajsh, sigurisht janë rekomandime të Organizatës Botërore të Shëndetësisë apo të Akademisë Amerikane të Pediatrisë dhe shumë organizatave të tjera të cilat janë bërë bashkë për të ruajtur shëndetin duke u bazuar gjithmonë në raste të cilat kanë sjellë problematika në lidhje me këtë lloj produkti në prezencën e moshave nën 12 muajsh. Dhe lidhet me sëmundjen e botulizmit, domethënë e cila janë zhvillimi disa baktereve, i cili bëhet shkaktar për të dëmtuar trurin deri sa çon dhe në vdekje, domethënë është një sëmundje vdekje prurse, çon deri në vdekje. Unë kam pasur ka qenë një artikull këtu në Norvegji ku një fëmijë 9 muajsh i është dhënë në biberonin ose çuçon që i themi ne të fëmijë. Ishte lyer sepse ishte kolik, një fëmijë që qante gjatë gjithë kohës dhe nëna pa njohuria, ja kjo është ajo të dish më mirë se sa të kesh, pa njohuria e saj i lyeu biberon çuçon dhe ja dha fëmijës dhe fëmija ka qenë ndruar në koma për 1 muaj me radhë, sigurisht ka shpëtuar, domethënë nuk shkoi deri në vdekje, por që mendos se sa sasi, domethënë mund të ketë sigurisht edhe sasia e madhe që mund të marri ndikon, që mund të çojë në vdekje të menjëhershme apo mund të çojë në terapi intensive. Dhe ai fëmijë ka qëndruar në një kohë të gjatë. Nuk e them këtë për frikë, por për një sensibilizim që neve duhet t'u japim prindërve për këto raste, për të kuptuar rrezikshmërinë e këtij produkti. Dhe kjo është arsyeja që ne nuk duhet t'u japim fëmijëve nën këtë moshë dhe një gjë që është shumë e rëndësishme për ta theksuar dhe unë e theksoj shumë shpesh me nënat që punoj,
neve duhet patjetër të marrim produkte të mjaltit të certifikuara, sepse ato kanë kaluar në analiza dhe kryesisht të përmbajnë certifikatën europiane, flamurin jeshil me gjethen që është e famshme pothuajse në etiketimet europiane, certifikatës europiane, dhe nëse për shembull do të përmendja se është i famshëm mjalti Manuka, sa më e lartë jeta ajo më boja, domethënë është niveli i pastruar nga mikrobakteriet që ai përmban. Sigurisht që prandaj dhe çmimi shkon gjithmonë edhe më i lartë sa më i lartë jetë vlera e tij. Kështu që neve duhet bëjmë zgjedhje të zgjuara dhe të certifikuara, jo për të dëmtuar absolutisht askënd në lidhje me këtë biznes, në lidhje me faktin që jo pse unë e kam të sigurt, sepse mënyra se si rriten bletët, le të themi disinfektimi tyre, procesi antibakterian që duhet të ruhen në mënyrën e kultivimit të tyre, duhet të jetë vërtet shumë rigoroz. Dhe unë nuk kam sigurinë nëse kjo nuk ka kaluar nëpër një certifikat të njohur europiane apo dhe të vendit tonë, nëse besoj ne nuk e një të tillë, por që në standardet europiane. Kështu që prandaj më mirë prisni ose duroni derisa organizmi ajo mikrobioma e fëmijëve të jetë ndërtuar mjaftueshëm për të përballuar çdo lloj pastaj mikroorganizmi apo edhe baktere që mund të marrim nëpërmjet ushqimeve të ndryshme. Patjetër. Pra praktikisht edhe se ka shumë nëna që thonë po unë e marr bio, po unë e marr në fshat, po unë e marr. Pavarësisht si është, pavarësisht çfarë shkruhet deri në moshën 12 muaj, pra viti i parë i jetës së fëmijës, mirë është që të mos konsumohet mjalti në mënyrë kategorike, por edhe sheqeri, edhe kripa, sepse sistemi renal nuk është ende i përgatitur. Okej, si të menaxhojmë këta fëmijët, sepse sot po dëgjojmë për herë të parë çfarë po flitet për sheqerin, ndërkohë kemi mësuar ndryshe. Çfarë bëjmë që sot? Unë në fakt më çdo muaj ta mësoj këtë gjë, sepse sigurisht siç thash ne nga kulturat që të paktën unë nga dy ndryshimet e kulturave që janë përballur, kam kuptuar le të themi ato gjëra që do doja t'i bëja mirë në fëmijërinë time apo prindit e mi t'i bënin ndryshe me mua. Në mënyrën që të kufizonim sasinë e produkteve të sheqerit. Ne nuk kemi këtu për të thënë që ne nuk duhet ham çokoladë, ne nuk duhet u japim fëmijëve briosh, por nëse ne arrim ta menaxhojmë dhe të edukojmë fëmijët tanë që të caktoni së bashku me fëmijën tuaj në dakordsi me ta një ditë të javës, që të quani dita e sheqerit, dita e ëmbëlsirave, dita çfarë të dëshirojnë. Këtu në Norvegji quhet goteri, po gjë mirë, goteri, gjërat të mira, domethënë gjërat të vogla të mira. Domethënë, sigurisht mua nuk më pëlqen si emër, do thoja gjëra jo të mira, të pashëndetshme, shumë fjalë ne i quajmë. Kush nën është këtu më shkruani se si ju i quani ato ushqimet e pashëndetshme në termën e përgjithshëm. Atje tek nga vlora ime ne i themi gugu milla, se çfarë lidhje ka nuk. E thon budalliqe. Domethënë ideja është që ne nëse do t'i kufizojmë këto lloj ushqimesh në një ditë të caktuar, që ju quheni si të doni, vini emrin ti si të dëshiroj fëmia juaj, ama konsistenca dhe ju të jeni të qëndrueshëm në mënyrën e të mbajturit të këtij vendimi, sepse kjo nis nga një vendim realisht që ju duhet të merrni në dakordsi dhe në bashkëpunim sigurisht dhe me fëmijën për t'ia komunikuar. Sigurisht është e vështirë në fillim, por nëse nuk hiqni dorë, sigurisht unë kam dy çuna të cilët jo se nuk i hanë çokoladë, jo për të bërë reklamën këtu të tyre, por realisht nuk i kanë të preferuara. Jo se si hanë, por nuk i kanë të preferuara. Pse? Sepse është pikërisht kjo puna, le të themi konsistente, që unë kam bërë me ta për të mos i sjell ato si ushqimet e tyre më të preferuara. Pra në zgjedhjen e tyre të parë. Kështu që duke i edukuar, kjo është mënyra e vetme që ne mund të menaxhojmë, përveç se faktit që tham për alternativat e shëndetshme që neve duhet të ofrojmë. Të cilat do të përmend. Po shikoj atë se mos gjej librin tim, sepse tek libri un kam dhënë disa këshilla lidhur me këtë situatë dhe do doja t'i shtoja, dhe një ndër to është gabimet që nënat bëjnë për të ruajtur ndoshta autoritetin me fëmijën. Zakonisht nënat e përdorin dhënien e ëmbëlsirave në formën e ndëshkimit apo të shpërblimit. Pra, nuk t'i jap çokoladë nëse ti bën këtë gjë ose do t'jap çokoladë nëse ti rri mirë.
atë ëmbëlsirën në pjedestal, E bën pjedestal dhe këtu ti e rrit edhe më shumë dëshirën për këtë fëmijë, për këtë ëmbëlsirë ndaj këtij fëmie. Kështu që mos e përdorni në mënyrë kategorike, në mënyrë shpërblyese. Më mirë të jetë ajo dita ku fëmia edhe përfshihet në gatim, edhe në atë formë ti duke folur i jep edhe informacionin pse ne nuk blem sheqer në dyqan, por i hodhëm kumbulla apo diçka tjetër, duke i dhënë mundësinë fëmijës të kuptojë në mënyrë praktike, sepse ne kemi thënë gjithmonë që fëmijës ti foli sa të duash. Në momentin që ai e shef të bërë një veprim, ai do ta imitojë atë. Kështu që nëse ti shkon blesh sheqer me fëmijën me vete dhe kërkon ti hedhësh banane ushqimit të fëmijës, sigurisht ai do ta bëjë këtë diferencën dhe do të thotë që okay, po mua pse ma bën kështu. Kështu që duke mos bërë gabime të tilla pa dashje gjithmonë, që të lësh në një formë të gabuar dhënien apo pengesën e sheqerit, atëherë ti jep mundësi fëmijës që të mirë kuptojë edhe më shumë dhe nga ana tjetër mos e hiq në mënyrë kategorike. Pra, nuk mundet dot ti thuash fëmijës asnjëherë, asnjë ditë nuk duhet ta bësh këtë gjë dhe ka qenë një ndër problemet më të mëdha në fillimet e mia, kur më thoshin po pse fëmia jot nuk ha, po pse ne e pam Nikolën. Ore, okay, do haj fëmia, por kjo të jetë në një ditë të caktuar në formën e një argëtimi në shtëpi apo shkon te gjyshrit apo diku tjetër. Dhe e mira është bashkëbisedimi me fëmijën, po ashtu edhe me të tjerët përreth fëmijës, sepse bëhet e vështirë kur ai ikën më lart, thon, okay, më që ka ikur nga mami vet, le t'i japim këtë se merr vesh mami. Nuk është çështja e merr vesh mami apo jo, sepse prindi një aq mirë fëmijën sa veç nga sjellja kupton nëse ka ngrënë apo nuk ka ngrënë produkte të ëmbla apo pjesë gazuara etj. Me radhë. Kështu që përdorni teknika që ju afrojnë me fëmijën dhe jo që ju largojnë me fëmijën. Mirë, Greta, në aktivitetin e diskutuam dhe konsumuam. Cila është koha e duhur për të konsumuar sheqer? Ose çfarë duhet një fëmijë nga mosha 0 deri në 12, 12 deri në 2 vjeç dhe 2 vjeç edhe lart? Shiko, për fëmijët deri në 2 vjeç, mundësisht le të themi le të shijojnë sheqerin të ndodhur nëpërmjet ushqimeve që ata marrin. Pra nëpërmjet dietave të balancuara, duke përdorur larmishmëri, frutash, perimesh, karbohidratesh, proteinash, le t'ja japi mundësinë fëmijës ta marrë dhe ta sigurojë sheqerin vetëm në këtë formë. Pra nëse ju do të siguroni vakte të balancuara, të larmishme, pra shumëllojshmëri, tek fëmijët tuaj ju e keni bërë shumë mirë punën tuaj. Dhe përpiqeni të mos prezantojnë domethënë pjesën, sidomos deri në këtë grup mosh, ushqime shtesë të sheqerit të shtuar gjithmonë. Një gjë tjetër që unë do doja shumë që këta prindër, për shembull që shikojnë një preferencë të seksuar tek fëmia, tek të ëmblat, sepse sigurisht preferencat janë të ndryshme në fëmijë të ndryshëm në këto grup mosha. Përdorni për shembull reçelra natyral, në ëmbëlsinë e tyre natyrale, për shembull. Qoftë me dritrat, sepse nëse është kjo grup mosha që kryesisht konsumon dritrat, merrni boronicën, merrni mjedrën, merrni luleshtrydhen, mund të jepni një valë të vogël derisa të krijohet ajo gelatina me ëmbëlsinë e tyre, gjë që unë e kam përdorur shumë me fëmijët e mi, është një nga format që unë përdor reçelin në shtëpinë time, e cila me ëmbëlsinë e tyre mund të bëj pankeka, mund të bëj keka të ndryshëm, sigurisht nuk kanë atë të ëmblën e theksuar, por sigurisht mund t'i shtojmë me përbërës të tjerë, siç ishte hurma arabisht, që shumë e mirë që 6 muaj t'ja përdorim fëmijëve, bananet sigurisht dhe me radhë. Ndërkohë që për fëmijët mbi 2 vjeç në fakt, unë do doja që të mundoni të krijoni këto zakone të shëndetshme ku të lejoni ëmbëlsira në raste të veçanta, se sigurisht ne nuk mund t'i privojmë totalisht fëmijët tanë, sidomos në një rast të ditëlindje, gjë që në fakt nuk bie dhe shumë dakord, sidomos kur flitet për institucione, siç janë kopshtet dhe çerdhet, do doja që sigurisht jetë një ditë e caktuar e javës dhe të respektohet sa më shumë, sepse kjo gjë do të ndërtonte dhe një regjim shumë të mirë për të kuptuar dhe sinjalet e urisë së tyre, sepse sigurisht ruhet më mirë në këtë lloj mënyre që ne po i shpjegojmë. Gjithashtu duhet Yrida e tha pjesën që ne mos t'u japim këtyre fëmijëve mbi 2 vjeç gjërat si shpërblim apo si ndëshkim. Ne t'u japim pjedestalin asaj që nuk është e shëndetshme, domethënë t'japim pamërisë ushqimit të pashëndetshëm dhe të mos vlerësojmë atë që realisht është e shëndetshme. Ky është gabimi. Në fakt unë kam bërë të kundërtën. Dhe në fakt do t'ua kisha këshilluar të gjithave, nëse nënat, ka shumë nëna që janë duke na dëgjuar sot, që
përpiquni atë që ju thoni për ëmbëlsirën apo për çokoladën që do t'jap mami një gjë të mirë, thuajeni për brokolin, thuajeni për perimet të shënoj avokadon, dhe unë këtë gjë e kam injektuar dhe kam bërë tek Noa, djali im I madhi, ku I thosha, do am brokoli, yra, dhe I jepja aq me entuziazëm dhe ngrija aq në pjedestal që ndoshta unë në vetveten time brokoli nuk ishte ndër perimet e mia të preferuara. Po unë sot, sepse ky ka qenë edhe një test psikologjik që unë kam dashur të provoj tek fëmijët e mi që funksionon kjo që sapo ne e dham edhe si këshill që mos e përdorni si shpërblim, dhe ai realisht brokolin e ha sot dhe shijon kaq shumë sikurse ja, ndoshta do bëj unë këtu gabimin që ti ishte një ëmbëlsirë. E pavetishme e fëmijët tonë. Pikërisht sepse vjen pikërisht nga kultura dhe mënyra si ne jemi rritur. Dhe patjetër jepni modele. Konsumoni fruta. Ka gjë më të bukur të na rigjenerojë dhe ne lëkura na hidratoj trupi, qelizat tona me ngrënien e sa më shumë frutave dhe perimeve. Madje sot kam gjetur jo sot dje në dyqan një kas të vogël me kastravec snake. Domethënë speca ka, karota ka, kisha parë dhe kisha marrë shpesh, por snake, kastravesa që bën ato kastravecat e vegjël turshi, nuk isha parë dhe jo, a kam mundur çunave sot dhe e bën tashmë edhe e vërtet ndonjëherë ca zgjidhje që ne nuk I mendojmë ose që duken vërtet shumë të thjeshta, ne mund ta ndihmojmë t'u japim mundësi fëmijëve të zgjedhin ato që është më e shëndetshmja. Pra mjafton që dhe ne të jemi model, të shkojmë te dyqani t'i blejmë dhe t'i servirim përpara. T'i ham para tyre dhe t'u japim dhe sigurisht t'i ofrojmë. Sepse nuk do të Gjithse dhe kjo është një gjë e mirë, edhe këtë do doja shumë ta jepja si këshill. Prini fije karotën, specin, ato që mund të durojnë pak për shembull, dhe lini në ujë të ftohtë, brenda ose në frigorifer ose edhe aty te kuzhina. Kalon, bën një përshëndetje te kuzhina fëmia, e merr një fije karot. Ikën prapë paktën ha gjëra të shëndetshme, dhe këto janë snekët më të mirë që sigurisht që absolutisht nuk e prishin atë oreksin, por përkundrazi e nxisin që ata të hanë sa më shëndetshëm. Madje kjo ka qenë edhe një nga gjërat që ne bënim në kopshte, aty ku unë kam punuar këtu në Norvegji për shumë vite, ku merrni një tas të madh, e mbushni me aku me ujë të ftohtë dhe prisnim karota, prisnim perime të ndryshme që edhe repa të kuqe, për shembull që zakonisht I përdorim në sallatë, I prisnim fije ose feta dhe I fusim të ftohta që të rinin të freskëta, por njëkohësisht të ronin për disa orë që ne mund të rinim aty për jashtë në obor, dhe fëmijët ndjeshin të lodhur, vinin, hanin një snack, por gjithmonë ulur, nuk I linim që ata të vraponin, sepse kjo lidhet pastaj edhe me problemin që mund të shkaktojmë mbytyje. Ne gjithmonë kujdeseshim, sepse jemi ne që drejtojmë. Jemi ne që ata mund të mësojmë se si duhet t'i edukojmë dhe se si duhet ata të ndërveprojnë me qoftë ushqimi, por dhe se si ta kryejnë atë proces në mënyrë më të sigurt të mundshme. Kështu që këto janë disa këshilla dhe të zgjedhje të zgjuara, them unë, që ne me pak le të them strategji të thjeshtë edhe pak planifikim nga ana jon, jam shumë e sigurt që ne do të rrisim sasinë e përdorimit të frutave perimeve dhe do siguronim një sheqer më të balancuar ose një nivel të sheqerit në gjark më të mirë dhe më të balancuar tek vaktet e fëmijëve tanë. Praktikisht ajo çfarë Gerta tha ishte ideja e të mos lënit fëmijës një alternativë të shkuarit tek sheqeri. Në momentin që ti kur bën pazar e ke fëmijën me vete, përpiqu që në shportën ushqimore të vendosësh ushqimet më të shëndetshme, sepse është shumë e rëndësishme që fëmijës t'i vendosen në ndërgjegje të gjitha këto, sepse edukimi nuk ndodh vetëm tek syt. Syt janë thjesht një lidhje ndërmjet botës së jashtme dhe të brendshme. Në momentin që nëna bën një sjellje pro ushqyerit të shëndetshme, si kundër është bërja e pazareve me produkte të shëndetshme, bërja e këtyre perimeve, si e mbaj mendeve. Kur ishim të vegjël, mami bënte këtë gjë. Si e mbaj mend, sepse e kemi parë, nuk na tha mami edhe një ditë bukur se shiko se un kam bërë këtë gjë. Ashtu, po, pikërisht, ajo vendosja e kujtimeve që në fëmijëri na bën të mundur të krijojmë sjellje të shëndetshme apo të pashëndetshme në rastin më të keq.
Kështu që nëse duam që fëmijët mos shkojnë te alternativa e pashëndetshme, jepi atij modelin duke marrë me vete në pazarin e fruta perimeve, në vendosjen e produkteve, lëre fëmijën të ndihmoj të marrë një paketin, sepse duke e prekur, duke e parë, ai fokusohet nëpërmjet pamjeve vizuale dhe di çfarë të zgjidhë nesër pas nesër. Dhe nga ana tjetër bëu ti modelin në shtëpi. Kur ti vendosi këto kovat edhe enët që Gerta tha, mos ja lër vetëm ti marrë fëmia. Ai kemi vënë re që sa marrim ne një gjë në dorë dhe mami direkt dhe fëmia direkt mbrapa ne shkon me këtë njëjtën gjë. Kështu që ti të kesh gjën më të shëndetshme, aty çik djathtë shkosh të marrësh, ti mbrapa e ke edhe fëmijën, kështu që nëse ti shkon te kjo ena me këto fingersap e perimeve, ai direkt do të vitë të ndjeki nga pas se fëmia kështu e ka pratimin tonë. Praktikisht ajo të parë ne tham sot, në asnjë moment ne nuk i tham mos i jep sheqer fëmijës. Ne tham gjej një strategji, po, nuk është armiku jon, absolutisht informacioni i gabuar është armiku jon. Ne thjesht tham, zgjidh sheqernat e duhura dhe zgjidh mënyrën e duhur që fëmia të marrë më të mirën nga secili ushqim. Okej, nuk di Gerta nëse ke diçka për të shtuar? Jo, ndoshta doja të thosha këtë që pikërisht nuk e kemi armik sheqerin, por thjesht duhet të kuptojmë, domethënë si ta menaxhojmë me një mençuri të tillë nëpërmjet këtyre strategjive kaq të thjeshta ndonjëherë. Se ndoshta e thëna me të bërin, por duhem praktikuar, duhem marrë në konsiderat dhe të praktikohen. Dhe zgjedhjet ushqimore që ne ofrojmë në moshë të hershme, duhet të kuptojmë që ndërtojmë bazat për gjithë jetën. E kuptoni që investimi juaj më i madh në shëndetin e fëmijës tuaj është pikërisht në këto vitet e para të jetës, kryesisht në siç dhe ti e ke thënë, në 1000 ditët e para të jetës, 3 vjeç. Ai 3 vjeçari formon totalisht shijet e tyre, kultivon shijet e tyre, formon personalitetin, krijojnë dhe ata ato zakone të shëndetshme dhe preferencat sigurisht. Kështu që ne jemi këtu pikërisht për të edukuar këto zgjidhje të mençura dhe absolutisht për të dënuar apo për të eliminuar dhe për të gjykuar një në fundit sheqeri është një mik shumë i mirë i shëndetit ton kur ne zgjedhim në zgjedhjet e mençura të tij, në produktet e mençura të duhura. Nuk kam patjetër. Nuk e di nëse kemi qenë të qartë. Besoj që kemi shumë të qarta, sepse unë krahas teje ndiqja pak edhe mënyrën se si shkruani dhe patjetër kishim falenderime. Disa prej tyre kishin bërë këtë regjimin jo me sheqer ndaj fëmijës edhe nuk kemi një pyetje specifike dhe unë do doja shumë të kishim një pyetje specifike. Megjithatë, si unë edhe Gerta dhe kushdo që e dashuron vërtet nutricionin dhe dietologjinë, asnjëherë s'është kushtuar për të dhënë këshillat e duhura, edhe pse ndoshta jo gjithmonë të dëgjuara, sepse është pak më e thjeshtë që të dëgjoj njerëzit jepi sheqer sesa jo mos i jep sheqer, sepse normalisht bëhet më thjesht edhe veprimi. Por dua t'i rikujtoj audiencës që Gerta patjetër ka edhe librin i cili dedikohet ushqyerjes së shëndetshme. Është një metodë që në Shqipëri nuk promovohet, pra nuk është që është praktikuar, por Gerta ka sjellë eksperiencën e saj nëpërmjet tij. Dhe kështu që për këdo është i interesuar, libri gjendet edhe tek Rafti Magjik këtu në Shqipëri, por mund të dërgohet edhe online në kudo që ju jeni. Ndërkohë Gerta besoj atje ka marrë atë numrin e vet të librave për ta shitur, apo jo Gerta? Norvegjinë e ka mbuluar. Norvegjinë e ka mbuluar, Shqipërinë e mbulojmë ne vetë. Ndërkohë, por ata që kanë, po themi, dyshime se si mund ta ushqejnë një fëmijë nga 0 deri në 6 vjeç, përsëri vjen një guid shumë e thjeshtë, po themi një manual shumë i thjeshtë nga unë. Shumë i detajuar dhe me këshilla shumë. Unë kam në raftin tim. Patjetër mungojnë librat e gratis. Po do të jetë edhe ju, kanë shumë libra edhe në po. Kështu që mund të gjejmë pjesën e shpjegimit të mikrobiomës dhe lidhjes së trurit me zorën, që është një pjesë shumë e bukur e librit. Po, është interesante dhe unë jam vërtet shumë e fiksuar, do përdor termin tamam fjalën e fiksuar tek mikrobioma, sepse nga aty lind gjithçka. Madje në çdo libër unë përpiqem që ta përmend dhe po ashtu në çdo daljen time përpiqem që ta përmend sepse nga aty fillon e gjitha. Praktikisht nuk është e vështirë, sepse nuk ishte kjo thjesht një reklam që ne kemi bërë libra, se si jemi të para dhe të vetmet, por duam të themi që për çdo nën nuk ka një urim mjaftueshëm, sot është shumë e thjeshtë, mjafton që burimi që ti kërkon të marrësh informacionin ti i sigurt, sepse s'mund t'i dim të gjitha.
sikundur unë në çështje juridike apo ekonomike më duhet marr një konsulencë, ashtu dhe një nënë e cila është mësuese farmaciste jo, sepse është brenda fushës, po në një fushë tjetër duhet marrë informacion lidhur me ushqyerjen. Edhe diçka të rëndësishme që gjëra ndryshojnë dhe evolojnë, nuk qëndrojnë më ato këshilla që kanë qenë para 5 vitesh që edhe unë rikorrigjoj veten time dhe më duhet të rikthehem tek materiale të cilat mund të kenë korrigjime dhe ndryshime, kështu që gjërat ecin me kohën. Nuk mund të ushqejmë akoma fëmijët siç e bënin para 10 vitesh, 15 vitesh apo 30 vitesh që jemi shumë larg. Kështu që ne duhet të ecim. Prandaj këto këshilla vlefshme dhe ne punojmë që pikërisht updateohemi më të fundit në lidhje me këtë fushë. Jam shumë Patjetër. Faleminderit për çdo. Faleminderit shumë edhe ty. Faleminderit. Nuk di, shoh që vetëm komente pozitive kemi, ndërkohë pyetje ende nuk ka një. Nëse ka, patjetër mund të na shkruani në inbox si mua edhe Gertës, do të merrni përgjigjen e duhur. Unë e falenderoj Gertën përzemërsisht, shumë faleminderit. Patjetër je bërë si ato auguret e mbara në fillesat e mia. Ke qenë shumë projekte dhe do jesh edhe më shumë, dhe me kismet të Zotit dhe me dëshirën e Tij do të kemi diçka të bukur edhe në Norvegji. Por këto i themi kështu. I themi në privat dhe thjesht i bëjmë publike kur të jenë gati. Falenderoj të gjithë kush ishte prezent. Sikundër thash, kjo është një seri live që do të vazhdoj. Unë nisa me Gertën, por është vetëm fillimi. Sigurisht që Gerta do të pjesë edhe herë të tjera sa i takon temave të ndryshme, por do të kemi dhe specialistë të fushave të tjera që lidhen patjetër me mirëqenien, stilin e jetesës dhe ushqyerjen e shëndetshme. Deri në live-in tjetër, unë ju përshëndes dhe ju uroj shëndet e gjithë të mirat. Gerta, të falenderoj. Mirupafshim, natën e mirë. Natën. Faleminderit.